Almanaku. On this day, ngjarjet më të rëndësishme të ditës në Top Albania Radio. Në vitin 1503, nënshkruhet Traktati i Paqes së përhershme midis Skocisë dhe Anglisë, i cili në fakt do të zgjaste vetëm 10 vjet. 1774, lufta revolucionare amerikane, mblidhet Kongresi Kontinental për herë të parë. 1830, presidenti amerikan Andrew Jackson nënshkruan Aktin Indian të Zhvendosjes nga vendbanimet dhe krijimin e rezervateve. 1871, bie Komuna e Parisit, qeveri revolucionare socialiste nga 18 mars deri më 28 maj 1871. 1892, në San Francisco, Kaliforni, avokati John Muir krijon Sierra Club. Ky grup, i lidhur tradicionalisht me lëvizjen progresive, u bë organizata e parë në botë për mbrojtjen e mjedisit. 1937, themelohet Volkswagen, prodhuesi gjerman i automobilave. Volkswagen do të thotë makinë e popullit. 1937, Golden Gate Bridge në San Francisco, Kaliforni, hapet zyrtarisht nga presidenti Franklin Delano Roosevelt në Washington DC, i cili shtyp një buton dhe sinjalizon kështu fillimin e trafikut të makinave mbi ujë. 1940, lufta e dytë botërore, Belgjika i dorëzohet Gjermanisë. 1952, Greqi, grave u jepet e drejta për të votuar. 1961, Peter Benenson boton artikullin "Të burgosurit e harruar" në disa gazeta kryesore ndërkombëtare. Nga ky shkrim lindi nisma për themelimin e organizatës së të drejtave të njerëzit Amnesty International. 1964, formohet Organizata për Shirimin e Palestinës me qëllim të krijimit të një shteti të pavarur të Palestinës. 2002, NASA, sonda amerikane Odyssey gjen shenja të depozitave të mëdha të akullit në planetin Mars. 2003, ndëron jetë në moshën 86 vjeçare. Ilya Prigozhin ishte një fizikan dhe kimist rus, i laureuar me çmimin Nobel në vitin 1977. 2011, Malta miraton të drejtën e divorcit. 2014, Maya Angelou, një nga poetet më të njohur të Amerikës, ndahet nga jeta.